duhet theksu në 11 vite e gjys ekipi Vllaznisë pse në humbin e parë, lajm jo i mirë, por është mësim i mirë. Kjo është, nuk do të gjejmë shkak për të justifikuar humbin, pavarësisht se ka shumë gjëra që ditë vazhdim edhe do të analizohen, por humbja nuk justifikohet as më tepër që ekipi luajti, sidomos pjesën e parë kishte rezultatin në dorë për lloj, por e mendon lojtarët ndoshta edhe ne ishin të mbaruar me para kohët, edhe pse 2 gola në fundin e lojës, gjë që solli këtë rezultat, por mendoj është i humbi që duhet analizohet thellë, duhet të ketë edhe penalitete sepse ashtu siç ju kam ndaj korrekt ekipit prej 11 vitesh do të bëhen gati edhe për masa sepse është një humbje që ne e kishim paralajmëruar ekipin që në momente të tilla edhe nivele të tilla edhe as më tepër me një formulë si Final Four që e ka zbe edhe Garen u pritë një ndeshje me frikë do, por kjo nuk justifikon atë që bëjmë në për këtë ekip. Jemi shumë korrekt me ekipin, kështu që do të analizojmë detaje.